Qendra tregtare Tirana Eastgate feston 3 vjetorin e hapjes. Nga e premtja deri ditën e diel, Tegu do të organizojë aktivitete të shumta të shoqëruara me ulje çmimesh dhe me oferta të vlefshme. Tre vjet më parë, ka hapur dyert qendra më e madhe tregtare në vendin e rajon, Tirana Eastgate. Për ta festuar të përvjetor të tretë bashkë me ju, Tirana Eastgate ka organizuar aktivitete pafund nga e premtja deri të dielën, por keni edhe shumë oferta dhe ulje çmimesh. Në këto 3 vite është dhequr nga klientët tanë, jemi shumë të kënaqur që filozofia jonë me në qendër klientin, me një kombinim optimal të cilësisë dhe të çmimit, ka kënaqur më së miri tregun dhe kërkesën konsumatore. Festa e uljeve të 3 ditëve të ardhshme është një mënyrë për të falenderuar klientët tanë dhe për të afirmuar edhe një herë angazhimin tonë ndaj tyre. Do të ofrojmë falas produktin e tretë të zgjedhur, si dhe prodhurata të tjera. Në përvjetorin e Tegut, edhe Selio vjen në pranë klientëve me ofertën merr 3 paguaj 2. Do të jenë vërtet ditë festash. Në bashkëpunim me dyqanet që janë dhe markat më prestigjioze në Europë, ka aplikuar disa oferta dhe ulje në 3 ditët në vijim. Kështu mund të përmendja dyqanet e veshjeve apo të këpucëve si Geox, Cortefiel, Orsay, Selio e të tjera, të cilat gjatë 3 ditëve do të ofrojnë artikullin e tretë falas. Edhe kinemaja Cineplex i është bashkuar festës së Teg me oferta ofertave të dyqaneve. Vetë Teg ka përgatitur shumë aktivitete. Kështu duke nisur nga dita e premte deri ditën e diel do të ketë një sër aktivitetesh, përfshirë koncerte, grupe kërcimi, aktivitete për fëmijë e më radhë.